funksion ai ka ndryshuar sa ka malë që kam përpunë në Gavinë që i këndë 20 jo veç në raport në të këndë për më krejtë profesorën e juj, kanë qakullu lojme ditën e djeshme edhe gjatë ditës sot në proportale për është të cilat të poshtë në i burim të citun të informacionit qoftë në një eksperientë serioz të GTK-s, qoftë në një grupi serioz të GTK-s edhe dhe në tani nuk o asnjë në shkemë të dëgënum, për në momentin që të paka pjesa në rronë në GTK-s sigurisht dhe është jenë se mesazhet e të madhë kanë nuk ajtu për njëve si partijë dhe kanë nuk shëtu dhe në realizimin dokumentar të kërkesave që e plëtsojnë në shumicën e numrit të caktuar të delegatëve. Për momentin, deri më tani kur po flasim, nuk ka numër, as nuk ka nënshkrimet për depunuar mbrana zyres së Demokratikës së Kosovës. Përndryshe, ne ngashëm tash të lëmë që mi trajtuar normalisht në dalë deri në Kuran, kryetari apo Gjiku nuk është pjera parë sigurisht që gjitha së fundit po trikuran që ka alu me votë qeftë dhe absolutisht as pak nuk është një procedurave statutare të GTK-s, është në prej kryetare në që i ka kultivu në vazhdimësi demokracinë brenda GTK-s edhe demokracinë statutare brenda rregullave të statutit të lidhjes demokratike. Nderuar, pse është prezenca e zonës Osmani sot në takim dhe apo diskutohet për çështjen e postit të presidentit? A heq dorë LDK-ja nëse zoti Kurti kërkon një gjë të tillë? Por nuk është veç sot që zonë Osmani është prezente në zyrën e GTK-s është në bazë auditorëve, varësisht për statut që është vendim të kuvan për të shumë që vendos për orësën të treta LDK-ja fokus të asjetë si për në institucionet të Kosovës dhe përmenoj që kjo është tema kryesore për krejt palët në njërës demokratike edhe përmenoj që është përgjigjja kryesore që përpresin qytetarët e Republikës Kosovës prej LDK-s e jo se përgjigjur ose jo një kuvan. A ke pranuar ndonjë ftesë prej zotit Kurti për takim tashëm? Ende jo, A ka pas ofertë komplete në takimin 2 orë gjysmë që e kam pas herën e fundit zoti Abdulgjiku, zonja Osmani edhe zoti Kurti në kuptimin që ju mblidhen edhe vazhdoni diskutimet për këtë çështje, sepse të njëjtët deklaruan edhe të premtuan se i kanë dhënë njëri tjetrit me diskutuar çështjet e atyre se çka u diskutuan takim, u diskutua edhe në kryesinë e partive përkatëse. Unë e kom të gjumë kujdes edhe zotin Abdulgjiku dhe zotin Kurti dhe dhe nuk është deklaruar asë në raport që ka pas diskutim për ofertën e politikë. Diskutimet në ati takimit, nësa unë kam informacion për kryetarit të deklarimeve të tij, publike kanë qenë në kuptim të parimeve të cilat duhet të ndërduhet një marrëveshje që ka me stabilizu institucionet e Kosovës, jo në kuptim të pozitave politika edhe jo në kuptim të emrave përveçëm se kush cilën pozitë politike ka me ndonë. Duke qenë se zonja Osmani nuk është pjesë e organeve më të larta të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas takimit zoti Abdulgjiku tha që ka marrë pjesë në takim me Kurti për shkak se ka qenë pjesë e listës. Çfarë do të thotë është